Asalamu alaikum të nderuar televizionistë, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut të qoftë me ju. Mirë se takohemi në emisionin Zari Arsyes. Deri me tani të nderuar televizionistë, në një cikël emisionesh që kemi mbajtur për njerëz të suksesshëm dhe në përgjithësi se si duhet të kuptuar konceptin do të thoya të suksesit në Islam. E këtë takim sonte me mua në studio është hoxha jon i nderuar Agron Tërsiqi, me të cilin bashkë do të flasim edhe një herë për të kuptuar saktë çka duhet bëjmë pas suksesit, cilat janë ato përgjithësi do të thoja, edhe do t'i rikthehemi pak qysh në fillimit të emisionit për t'ju rikujtuar edhe një herë se çfarë në të vërtetë është suksesi, cilat janë përgjithësitë dhe përvojat në përgjithësi të njerëzve. Nuk dua të harroj që gjatë këtij emisioni me neve do të jetë nëpërmjet intervistës kuptohet edhe profesor doktor Fadil Maloko, me të cilin bashkë do të flasim për përvojat e tij jetësore, për suksesin e tij e padyshim edhe për praktikat e tij në Islam. Tani më lejoni të nderuar televizionistë që në emrin tuaj ti uroj mirëseardhje hoxhës son të nderuar. Asalamu alaikum hoxhë dhe mirëseardhje. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se ju gjej dhe faleminderit për ftesën. Po, Allah ju shpërbleft. Hoxh, për fillim nga ju kërkoj të më jepni një koncept, do të thoya të shkurtër rreth asaj se si duhet besimtarët ta kuptojnë çështjen e suksesit. Sigurisht se vetë përzgjedhja e temës është një gjetje e duhur sa i përket suksesit, për arsye se suksesi është i dashur për të gjithë. Nuk ka njeri i cili nuk e kërkon suksesin. Mirpo dallon varësisht se si e kuptojnë njerëzit suksesin. Kemi të kuptuarit e drejtë të Islamit rreth suksesit, që suksesi në Islam nuk ndalet vetëm në suksesin në këtë botë. Për shkak se të tjerët ata e konsiderojnë sukses vetëm atë çfarë arrihet në pasuri, në famë dhe në pozitë. Dhe stacioni i tyre i fundit është dynjaja. Nuk kanë mundësi me të i kalu dynjan. Përderisa në Islam suksesi duhet të jetë në dynja në këtë botë, mirë po duhet të i kaloj stacionin e dynjas dhe të përfundoj ku në botën tjetër, pra në xhenet. Për këtë arsye, muslimani në çdo namaz të tij thot Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. O Zot, na dhuro në këtë botë të mira dhe në botën tjetër. Edhe për këtë arsye, ky është koncepti i suksesit në Islam, sepse nuk ka mundësi të konsiderohet dikush i suksesshëm në qoftë se ai ka famë, ka pozitë, ka pasuri, mirë po në anën tjetër nuk e beson Allahun dhe nuk e adhuron atë. Për arsye se kjo konsiderohet humbje. Për këtë arsye, Allahu i Madhërisëm ka thënë wa dhalika al-fawzul kabir, për ata të cilët për shembull janë dëshmor dhe kanë dhënë shpirtin e tyre për hir të Zotit. Ka mundësi që dikush ta kuptojë këtë si humbje, për arsye se ka humbur këtë botë, mirëpo Allahu Madhërisëm e ka konsideruar si një sukses të madh për atë i cili i jep jetën e tij për hir të Allahut të Madhërisëm. Si ndahen njerëzit në çështjen e suksesit? Domethënë kemi 4 lloje të njerëzve. Kemi njëri i cili është i suksesshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Grupi i dytë i njerëzve, kemi njerëz të cilët janë suksesshëm në botën tjetër, mirë po jo në këtë botë. Siç ka përmend pejgamberi alayhis salatu wasalam kur thot rubba ash'atha aghbara dhu qimrayn law aqsama ala Allah la barra. Ka mundësi që një person i cili duket i pluhurosur, do thot i pakrehur, dhe në anën tjetër zhelan, do thot jo i veshur mirë po ti ngritë ai duar dhe ta lut Allahun Azza wa Jall diçka, Allahu i Madhërisëm do t'ia pranonte, do i përgjigjej atij. Do të thotë, ky ndoshta në sytë e njerëzve nuk është njëri i suksesshëm, mirë po ky ka arritur suksesin e botës tjetër. Kemi njerëz të cilët janë të suksesshëm në këtë botë, mirë po jo të suksesshëm në botën tjetër, dhe grupi i katërt i njerëzve, që është grupi ndoshta më i keq të themi, është ata të cilët ka thënë Allahu Azza wa Jall khasira dunya wal akhirah, ata të cilët e kanë humbur edhe dunjan edhe ahiretin. Po, atëherë hoxhë nderuar, ne para se të kalojmë tek ajo se është e përmendur koncepti i suksesit në Islam, do thoya konkretisht në Kur'an dhe në ato se çfarë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në sunet apo në hadithe, parapëlqej që tani të ndjekim bashkë intervistën, një pjesë të intervistës do thoya me doktor Fadil Malokën, e që bashkë ti njohim televizionistit me saktë u rikujtojmë se kush në të vërtetë është Fadil Malokë, me që biografia e tij është shumë e pasur, por jemi munduar në një farë forme të përmbledhim diçka nga biografia e tij në fushën e sociologjisë.
Pra të nderuar teleshikues, siç edhe e prezantova, e ndjekim bashkë një njerëz mbase të suksesshëm për ju. Po, tash me siguri, domethënë shumica e këtyre dhona janë atë CV-n time që është domethënë në internet. Pak a shumë dihet për biografinë njerëzve publik, por në fakt unë kisha me thonë që ideja e marrjes me lëndën e sociologjisë apo me shkencën e sociologjisë në fakt ishte, them kushtimisht, ishte një rasim kuptimin që pas kryerjes së fakultetit, departament të shkencave sociale, departament filozofisë dhe sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, të cilën dorën zemër para fatit e kam kryer, kam shkuar në Zagreb ku kam qëndruar një 4 vite, kam studiuar strukturën dhe stratifikimin e shoqërisë amerikane, ruse dhe amerikane. Kjo ishte, domethënë, një studimi që më pastaj unë kthehem në Prishtinë edhe tu mendoj që do të futem në departamentin e shkencave, këtu ku kisha kryer më parë shkencat sociologjike. Mirë po, nuk ishte, domethënë, atëherë në atë kohë ishte shumë vështirë të depërtoje në këtë katedër, edhe unë u ktheva në komunën e Podjevës, në anën e Llapit, kam një përvojë goxha gjatë në shkollën e mesme. Eksperienca ime në fakt lidhet me shkrimet. Unë më thon drejtën qysh si student kam qenë kurrështar për problemet e ndryshme, për pozitat krahasuese të tipeve të ndërtimit të kapacitetet të sistemeve të ndryshme shoqëro-politike në botë. Kryesisht, domethënë, adresoj krahasimi apo komparacionin mes socializmit etatist dhe socializmit veçeverisë. Kjo ishte një fushë që unë kam shkruar qysh si student, mbajnë mend që kam shkrimin e parë në fakt e kam bërë për Kanti për Safermi. Kanti ka qenë një filozof dihet, kush ka qenë një emër shumë i respektueshëm në filozofinë evropiane. Edhe ishte kjo e pjesa e formimit tim, domethënë e bazuar në filozofinë perëndimore, në filozofinë burimore perëndimore, pa pas akoma kontakte me filozofinë dhe praktikën lindore, të them kështu. Më vonë, domethënë shkrimet i kam bërë prej kohës së studimeve dhe gjithmonë kam qenë kurrështar për fenomenet edhe qysh më shqetësonte fakti se profesorët e mi, alamet profesor që kishin titull alamet, në fakt nuk kishin asgjë të shkruar nga problemet, apo të paktën mos them asgjë shkrime analitike, empirike nga shkencat sociale në rastin e Kosovës. Deshti Zoti që këto shkrime unë i kam ruajt edhe kohën e pas luftës dhe unë tash pres që prej kësaj periudhe të dalin të paktën një 4 libra. Kismet në rast, domethënë, për refleksionin sociologjike mbi demokracinë, refleksionin sociologjike mbi raportet ndëretnike, refleksionin sociologjike mbi filozofinë e jodhunës, edhe mbi refleksionin sociologjike mbi zgjedhjet nacionale në kohën e pas luftës. Ka dalë një libër që ka të bëjë me meditimet sociologjike mbi Islamin. Janë përmbledhje disa shkrimeve. Po ashtu kam edhe një pjesë, domethënë, të ditarit Vetëm Zoti na shpëtoi koha e luftës. Me rrëmbllaksu kështu, domethënë kjo pjesa e formimit tim apo ngacmimit tim me këtë pjesën e besimit në Islam ishte kontakti i parë kur rash me literaturën edhe me filozofinë islame. Kujtohet një libër i para luftës ishte Filozofia islame. Edhe unë çuditesha qysh atëherë që këtë fakt në mësimet tona, që në formimin ton nuk e kishim se filozofia perëndimore, filozofia evropiane në fakt bazamentin e kishte në filozofinë islame. Të nderuar teleshikues, pak a shumë besoj që unë njohem me personalitetin e fjalës të cilën unë e prezantova, e tani rikthehemi bisedës në studio me të ftuarin ton, hoxhën ton të nderuar. Hoxh, tani dalim tek ajo që e thash edhe më herët, koncepti i suksesit është përmendur në Kur'an dhe në Sunet. Sa i përket fjalës sukses, që në gjuhën arabe do të thotë nejah,
Në ajetet kuranore nuk ka ardhur me këtë term, përderisa në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi një hadith ku i dërguari Allahut azza wa jall thot: "Wa as'aluka khayran najah." Edhe kërkoj prej teje o Zot suksesin më të lartë, suksesin më të madh. Ka ardhur edhe me termin najih, mirë po siç thash në Kur'an ka ardhur me sinonim me fjalën fauz, ku është përmendur dikon në Kur'an deri në 20 herë, dhe fjalën falah, që është sinonim i fjalës sukses, shpëtim e kështu me radhë. Ku Allahu i Madhreshëm përmend se cili është suksesi më i madh, thot: "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Ai i cili shpëton nga zjarri i xhenemit dhe futet në xhenet, ai vetëm se ka shpëtuar. Pastaj thot në një ajet tjetër: "Wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ai i cili i nënshtrohet dhe i bindet Allahut dhe të dërguarit i tij, ai vetëm se ka fituar. Pastaj kur përmend llojin e njerëzve, se cilët janë njerëzit më të suksesshëm, kur thot: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Do thot le të jetë për ju një grup të cilët urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, këta janë njerëzit e suksesshëm. Pra, Allahu i Madhreshëm ka përmendur Kur'anin famëlar çështjen e suksesit përmes dy termave: fauz, që thash është përmendur 20 herë në Kur'an, dhe falah, që është përmendur dikon rreth 40 vende në Kur'an. Po, atëherë hoxh, do të mund të na thoni tani se kush në fakt konsiderohet, do të thënë, njeriu më i suksesshëm më të bëmat e tij? Sigurisht se personi më i suksesshëm edhe nga ana e besimtarëve musliman, edhe nga ana të tjerëve, konsiderohet i dërguari i fundit, Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe këtë me dëshmitë e shumë njerëzve, kur dihet që Michael Hart përmend në librin e tij 100 njerëzit më me ndikim, të parin e vendos të dërguarin e fundit Muhamedit alayhi salatu wassalam, edhe pse ai nuk është musliman. Kështu që Allahu i Madhreshëm vendosi që njeriu i cili do ta bartë mesazhin e fundit të jetë kush? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Edhe ai gjithë kohën ka qenë i suksesshëm. Së pari në pranimin e shpalljes. Sepse për ta pranuar shpalljen është diçka e vështirë, është diçka ndoshta e pamundur për njerëzit e thjesht, ku thot Allahu i Madhreshëm se fjalën e Zotit nuk kanë mundësi me shkruajt, nëse gjithë drunjt e botës shndrohen lapsa dhe gjitha ujrat, qofshin ato lumejnë, qofshin ato liçejnë, detra dhe oqeane, shndrohen në ngjyrë, nuk kanë mundësi me shkruajt fjalën e Allahut të Madhreshëm, ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjendje ta pranoj wahyin, shpalljen nga ana e Allahut të Madhreshëm në formë të shkëlqyer. Më pas ai ka korr sukses që ta afroj edhe ta bindë në Islam njeriu më të afërt të tij në atë kohë, Hatixhen, gruan e tij. Më pas ai është i suksesshëm kur del për herë të parë për mbi kodrën Safa dhe i fton publikisht të gjithë mekasit në Islam, sepse në atë kohë nuk ishte media ku të dëgjonin dhe ta shihnin të gjithë, mirë po zgjodhi vendin më të lartë, kodrën Safa, dhe filloi të thras ya sabaha, filloi të thras çdo fis me emër edhe duke e ftuar në Islam. Ati arrin që t'i besojnë shumë prej elitës mekase. Mos harrojmë Abu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun, Abdurrahman ibn Aufin e shumë të tjerë. Ai menaxhoi me sukses çdo problem, sepse rruga e suksesit të tij nuk ishte e shtruar me lule siç thon, mirë po ishte e shtruar me xhemba. Ai përjetoi në një farë mënyrë dhunë dhe trusni psiqike dhe në anën tjetër edhe fizike nga pabesimtarët. Mirë po gjitha këto i menaxhoi me sukses. Edhe në anën tjetër kemi vitin e pikëllimit, kur i vdes përkrahasi i tij kryesor Ebu Talibi, edhe në anën tjetër përkrahësja e tij shpirtërore, gruaja e tij Hatixha, ai arrin që gjitha këto ti menaxhoj me sukses. Nuk la rast, nuk la vend pa mos i ftu njerëzit në rrugën e drejtë. Ai shfrytëzonte karavanet e tregtarëve të cilët vinin në Mekë dhe u akumtonte atyre Islamin. Edhe haxhin të cilin e kryenin në atë kohë mushrikët e Mekës, ai shkonte edhe takonte çdo person, çdo pjesëtar edhe të fisit
kryeparë të fisit e kështu me radhë që t'ja ofron atij islamin. Të mos të harrojmë suksesin e madh të hijretit, mënyrën se si ai e projektoi, do të thotë hijretin për të kaluar, për të emigruar prej Mekës në Medinë. Do thotë biseda e tij me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, ku Ebu Bekri kishte frikë se mos do ta zinin pejgamberin alayhis salatu wassalam, dhe ai i thotë wa ma balu ithnain Allahu thalithuhuma, si është puna e dy personave kur Allahu i madhreshëm është i treti. Në momentin e parë që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam brin në Medinë, ai ndërton institucione, me tregu suksesin e institucioneve edhe rëndësinë që duhet të kenë institucionet në Islam. Ndërton xhamin e Kubas, më pas ndërton edhe xhamin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, që xhami gjenden sot e kësaj dite. Ai arriti të pajton dy fise kryesore në Medinë, Evsin edhe Hazrejin, që kishin bërë lufta të panumërta deri në atë kohë. Arrin me sukses që t'i vllazëroj muhaxhirët edhe ensart, Mekast edhe Medinast. Për arsye se arabët në atë kohë kanë pas një fanatizëm të jashtëzakonshëm fisi ndaj fisit tjetër. Do thot fiset mekase ka pas mundësi që kanë pas ndërmjet veti fanatizëm edhe urrejtje, ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam arrin që të bashkojnë mes dy fiseve komplet ndryshe, do thot në mes muhaxhirëve, të cilët vinin nga Mekja, dhe ensarëve, të cilët ishin prezent në Medinë. Mos harrojmë formimin e shtetit nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Në anën tjetër, luftrat të cilat i kishte zhvilluar, kishte marrë pjesë ai apo kishte dërguar dikën. Të gjitha këto janë histori suksesi. Dhe në fund, do thot, Allahu i madhreshëm ja mori shpirtin të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, pasi ai në haxhin e fundit tha Allahumma hal balagh, Allahumma fashhad, o Zot, a përmbusha misionin tim, o Zot, dëshmo, edhe Zoti i madhreshëm zbriti në atë ditë ajetin el-yawma akmaltu lakum dinakum, do thotë që sot u apërsosa unë ju fen tuaj. Do thotë se Allahu i madhreshëm ka dëshmuar për suksesin e të dërguarit të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë tërë veprimtarisë së tij jetësore. Do të thonë kjo pjesa kisha më thujtur kështu finale, në fakt ishte periudha e pas luftës, kjo kur në disa gazeta perëndimore u hodhën disa karikatura për Muhamedit alayhis salam. Edhe më lindi ideja që ta bëj një shkrim jo për jetën edhe praktikat e Muhamedit alayhis salam, për shkak se mendoj që janë shumë, por ideja ishte që të mos thellohet paragjykimin në realitet për islamin, për shkak se kisha një përshtypje që bota perëndimore, edhe akoma e mbaj këtë mendim që bota perëndimore dhe filozofia bashkëkohore perëndimore pak e njeh islamin, ose e njeh islamin vetëm në bazë të paragjykimeve të tjera. Edhe kjo më bëri që ta bëj një shkrim prej 7-8 faqe në formë analitike, edhe e përktheva në gjuhën angleze, pastaj e forwardova përmes internetit në për pikat e ndryshme që mendoja unë në nivel global që mund të ushtrojnë sadokudo një ndikim. Edhe deshti fati që kryetarja e shoqatës së sociologëve botëror më lajmëroi që shkrimi është botuar në revistën e tyre elektronike, po ashtu më përgëzoi për punën edhe për shëndritjen e një aspekti të ri, kisha me thonë, sociologjik për islamin, edhe natyrisht më antarësuan në këtë pjesë, në këtë shoqatë që është, kisha me thonë, me një fuqi globale ku njerëzit pa modesti, me thonë, janë njerëzit më eminent të kësaj fushë, vetëm kësaj fushë, por edhe të antropologjisë, filozofisë sociale, pastaj shkencave tjera e kështu me radhë. Rikthehemi sërish në studio të nderuar teleshikues, sigurisht pas kësaj pjese të intervistat të cilën ne e ndjekëm së bashku me profesor Dr. Fadil Malokun, e që saktësisht e morëm vesh se për çfarë shkrimi po bëhet fjalë. Tani, hoxhi i nderuar, të flasim pak edhe për shembuj konkret ku ju do të mund të na tregoni nga jeta
e ashabëve e me pas edhe e dietarëve në përgjithësi, se si këta ashabë filluan të shndrohen njerëz të suksesshëm, ka një e kaluar do të thoja mbase e hedhur, edhe me pas na flisni edhe për dietarët. E vërtet se nëse e lexojmë jetëshkrimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, e kështu që libri kryesor i cili flet lidhur me jetëshkrimin e tij është sigurisht Nektari i volosur i xhenetit, që është përkthyer edhe në gjuhë shqipe. Dihet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë veprimtarisë së tij nuk ka ndërtuar rrugë, nuk ka ndërtuar rrokaqej, mirë po ai arriti të ndërtoj personalitete të vërteta islame, të cilët do ta mbartin këtë fe dhe do të jenë njerëz të suksesshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Sigurisht se i pari prej tyre është Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, Allahu qofti i kënaqur me të, një person i cili kishte qenë i suksesshëm në gjitha aspektet, një tregtar i shquar, një i pasur në atë kohë, i cili e kishte dhënë pasurinë e tij, tër pasurinë e tij për Islam disa herë. Jo vetëm kaq. Ndërsa ai arriti që t'i liroj nga robëria shumë prej muslimanëve. E dihet që ai kishte arritur ta liroj Bilalin, Allahu qoftë i kënaqur me të, me një shumë të lartë parash, saqë po e nënçmon në një farë mënyrë zotriu i Bilalit duke i thënë se po të më jepshe ti mua edhe pak para, unë do ta jepja atë. Mirë po ky ja kthen, po të kërkoje nga unë një shumë edhe më të madhe, unë do t'jepja për arsye se Bilali të unë ka vlerë, edhe në Islam ka vlerë, edhe në qoftë se të ti nuk ka vlerë. Një prej sukseseve kryesore të Ebu Bekrit, Allah qoftë i kënaqur me të, është se pas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam, ishte një atmosferë të themi e zymt, nuk dinin muslimanët se kush meriton që të jetë pasardhësi i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kush ka mundësi që ta zaventësojë një të dërguar? Atëherë nuk patën as muhaxhirët, as ensart një figurë konsensuale edhe të përbashkët siç e patën kë Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, dhe ai arriti që ta konsolidoj shtetin. Dhe jo vetëm kaq, ndodhen trazira, ku pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të shumtë ishin ata të cilët e reneguan, ai arriti që të vendos stabilitet në shtet për brenda vetëm një viti. Në anën tjetër kemi edhe Umar ibn Khattabin, Allahu qoftë i kënaqur me të, një person i suksesshëm edhe ky në gjitha porët e jetës, e posaçërisht flasim kur ka qenë udhëheqës i muslimanëve, që në kohën e tij janë çliruar shumë vende, kemi çlirimin e Persisë, edhe në anën tjetër të Egjiptit, edhe shumë vendeve tjera. Ai vendosi sistemin e gjyqësisë për herë të parë në Islam, ai filloi që muslimanët të kenë identitetin e tyre edhe ta kenë kalendarin e tyre, ku u mor që kalendari i muslimanëve të filloj nga hijreti. Pastaj ai vendosi që të ketë një administrat mirëfillt edhe reale në shtetin islam, duke u shënuar gjithë ushtar, duke u shënuar çdo gjë, duke e formuar edhe në farë mënyrë Ministrinë e Financave, arkën shtetërore, kishte edhe ta quajmë sistemin antikorrupsion të kujt të qeveritarëve apo të kryetarëve të valive në atë kohë, kryetarëve të pushtetmbajtësve në atë kohë, që i përcjellte çdo vit, kishte takim sy me sy, pastaj i pyeste popullin për pushtetarët e tyre e kështu me radhë. Në anën tjetër mos harrojmë Uthmanin radiallahu ta'ala anhu, i cili ishte një njeri i pasur, mirë po pasurinë e tij e shfrytëzoi për muslimanët edhe për islamin. Njëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam dëshironte që të nisej për në luftë, mirë po i mungonin të hollat, i mungon të ana materiale. Vjen Uthmani radiallahu ta'ala anhu dhe vendos para dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam flori. Atëherë i dërguari buzëqesh, gëzohet dhe thot ma darra Uthman, ma fa'alahu ba'da yawm, çka nuk do të shoh të keqe Uthmani, çfarë do që bën në të ardhmen. Uthmani radiallahu ta'ala anhu për herë të parë bën flotën detare, që deri në atë kohë, as në kohën e Abu Bekrit, as në kohën e Omerit, nuk kishin musliman flotën detare. Ai e bën një gjë të tillë, e njëkohësisht për sukseseve më të mëdha të tij konsiderohet edhe kush
mbledhja edhe tubimi i Kur'anit që muslimanët sot e kanë Kur'anin të kompletuar dhe të unifikuar, e njëkohësisht nuk mungojnë sukseset edhe sahabive tjerë, Aliut radiallahu ta'ala anhu, i cili nuk pranoi koncesione me fraksione të devijuara të cilët që ishin në atë kohë Xhavarixhet edhe të tjerët, mirë po qëndroi te e vërteta dhe ajo është shembull i guximit edhe i tërmirisë. Mos ta harrojmë Abdurrahman ibn Aufin. Abdurrahman ibn Aufi ishte prej muhaxhirëve që vije prej Mekës në Medinë dhe nuk zotronte asgjë. Njëri prej sahabive, Sa'd ibn Rabia, i dhuron pasuri, i dhuron të holla, mirë por ky i thot, jo, të falenderoj, ajo çfarë kërkoj prej teje është vetëm dulleni ala suqil Medine. Më trego vetëm se ku është tregu i Medinës. Dhe ai për një kohë të shkurtër arriti që të bëhet prej të pasurve, ku një ditë e sheh dërguari i Allahut, kishte veshur një palë rroba të bukura, të shtrenjta, të mira, ishte parfymosur, plus ishte martuar, dhe thuhet Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu mëshiroft, thotë se kur ka vdek Abdurrahman ibn Aufi, ka lënë trashëgimi pas zekatit, pas sadakës, pas ndihmesës së muslimanëve, 3,000,000 wa 200,000, 3.200.000 dinar ari kishte lënë si trashëgimi. Megjithatë dua t'ju falenderoj për këtë rikujtim që e bët, Allahu ju shpërblet. E tani pak të njohemi më saktë me praktikën e Islamit tek profesor doktor Fadil Maloku. Deri më tani folëm padyshim për praktikat e ashabëve, në përgjithësi edhe të dietarëve, por tani të flasim pak edhe për praktikën e profesor doktor Fadil Malokut. Të nderuar teleshikues, ju ftoj ta ndjekni edhe ju. Për që, në fakt, unë jam rrit një ambient, dhe më thonë, anë pse koha kur kam lindur në ka qenë periudhe e ateizmit, periudhe e komunizmit. Në fakt, unë bojnë mend fjalët e para edhe mendimet e para për besimin islami kam mësuar nga nëna ime, cila elhamdulillah është gjallë akoma. Edhe më kujtohet kur bine me fjet, aja vazhdimisht me recitonte elhamdulillah, natyrisht ashtu. Tash kur bëhet një krahasim prej asaj distance kohore, pak a shumë ka qenë edhe të bastardhume për shkak se janë bart po. Do të thonë formimi im ishte qysh atëherë dhe unë mendoj që për këtë shkak jam shumë i bindur që agjenci i familjes është një faktor shumë i rëndësishëm se ku rriten edhe si ngriten dhe si edukohen fëmijët tanë. Pastaj unë kam studiuar, si ju thash, filozofinë edhe sociologjinë, edhe kam vrejt, domethënë krejt formimi im është filozofi evropiane, kisha me thonë kështu. Akoma pa pas kontakt me filozofinë lindore, me filozofinë islame në fakt. Më pastaj kam shku, si thash, në studime postdiplomike në Zagreb, ku kam qëndruar 4 vite, edhe ishte koha kur u martova, më lindën 3 vajza, edhe vdeq babaj, unë për herë të parë aty, do më thonë, në kontakt pritjes me njerëzit, kur vinë për krye shëndosh, aty për herë të parë kam lexu, atëherë është përkthy ky versioni i Sherif Ahmetit. Për herë të parë kam filluar me lexu Kur'anin edhe aty e kam pa që në fakt që kam shumë larg të kuptuarit të asaj se çka është në vërtet jeta, edhe kam vrejt, nuk e kam dorën në zemër, nuk e kam kuptuar tërësisht, mërzhdasht me interpretimet që i ka, që e pasojnë Kur'anin edhe versionin e Sherif Ahmetit, edhe kam vrejt aty që do me thonë, filloj të rritet bindja, më pasaj në literaturën tjetër që unë kam kontaktuar në gjuhë tjera, edhe unë e falenderoj Allahun që prej një dëshimi kognitian kam arritur që tash të jem njëri i cili në fakt praktikon ato obligimet fetare edhe obligimet fetare personale që nuk janë obligative për njerëz për opinionin, por në fakt kuptoj edhe hetoj që janë
mobilizu, se kisha me thonë këtë jetën në këtë sferën e jetës publike. Nëse ka rezerva dhe arsëtimet ndryshme se praktikimi i namazit, bje fjala, mund tjetë... Njëra të pyetje të radhës është kjo që shumë për njerëzve thonë, profesor, praktikimi i namazit u merr shumë kohë njerëzve, edhe në përgjithësi praktikat islame, sikur njeriu e shpije në një izolim. Konkretisht nga ana një sociologe, më pastaj edhe nga ana juaj personale, duke dëshmuar me dëshmi faktike, si ju përgjigjeni një gjykimi të tillë? Unë e përgjigj me një përgjigje që ipet edhe prej ajeteve kuranore, se Allah i kërkon nuk e ka ngarkuar më shumë se që mundet me mbajt. Kjo është një thonje që unë vërtet e besoj edhe e praktikoj në kuptimin që praktikimi i namazit dhe i fuqizimi i besimit tek një qytetari thjesht, po qoftë edhe një republik, asesi për mendimin tim nuk e pengon ato arsyetimet, ndoshta nga ndonjëherë banale, kur thuhet se vallai unë nuk kam kohë për shkak se jam shumë i angazhuar, por unë po i them me sinqeritetin më të madh që obligimet dhe praktikat e namazit, po edhe format tjera të praktikimit, jo vetëm që e pengojnë, po përkundrazi e mobilizojnë. Paramendoni një situatë kur ti i kryen gjitha obligimet, e falë namazin e jacisë dhe e bën edhe lutjen, edhe në fund e keni satisfakcion, jo vetëm moral, por e keni një satisfakcion, kisha me thonë, psikologjik, një efekt. Në fakt, njeriu kur vren se është afër Zotit, e prek, dhe më thonë, fuqinë e tij është shumë më stabil. Në këtë kuptim, unë mendoj që si diagnostifikim i këtyre smundjeve bashkëkohore, kisha me thonë, depresionit, stresit, shqetësimet ndryshme. Unë mendoj që praktika më mirë këtu, jo që po e them unë, po unë besoj edhe kam lexuar dikun që praktikimi i besimit edhe sidomos praktikimi i namazit është një satisfakcion shumë i rëndësishëm për jetën edhe për stabilitetin e personit. Hoqë, tani bashkë do të flasim për dallimet e mundshme, do të thoja, ndërmjet civilizimit islam dhe civilizimeve të tjera. Konkretisht ndikimeve të tyre. Është shumë interesant se periudha e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ndahet në dy etapa. Në etapën e Mekës, në periudhën mekase dhe në atë medinase. Është shumë interesant se në periudhën mekase i dërguari sallallahu alaihi wasallam veprimtarinë e tij, davetin e tij, mësimin e tij e ka përqendruar në dy shtylla kryesore. Shtylla e parë ka të bëjë me besimin, ka të bëjë me akiden. Ai u përqendrua në atë kohë që të ngulit në zemrat e tyre se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, nuk ka krijues tjetër përveç Allahut, nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut të Madhreshëm. Më pas, ai synoi që ata ti fisnikroj me sjellje, me moral të lartë. Do të thotë, në këto dy shtylla u përqendrua veprimtaria e tij për 13 vite. Bile historianët përmendin se gjatë këtyre 13 viteve nuk kanë besuar më shumë se 200 deri në 250 burra edhe gra nga ana e Kurejshve e Mekazve. Në atë kohë, pra në periudhën e Mekës, nuk kemi ibadete, nuk kemi adhurime të shumta përveç namazit. Në anën tjetër, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam emigron prej Mekës në Medinë, këtu fillon të ndryshon rrjedha e historisë në mënyrë të plotë. Bile, edhe Kurani filloi të ndryshoj, përderisa ajetet zbritnin atje ja juhen nas, o ju njerëz, këtu ishte ja juhel ledhine amenu, ajet e cilët keni besuar. Pse? Sepse këtu në Medinë filloi shtetëndërtimi, filluan rregullat, filluan obligimet, filluan ibadetet, filluan marrëveshjet. Do thotë, për arsye se në Mekë ekzistonin vetëm dy komunitete, komuniteti i jo besimtarëve dhe komuniteti i besimtarëve. Përderisa në Medinë kemi 4 lloj komuniteteve.
Kemi komunitetin e besimtarve, të jo besimtarve, të hipokritëve, edhe në anën tjetër të qifutëve, ku i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam kishte bërë marrëveshje me qifut e kështu me radhë. Tani, në periudhën e Mekës, muslimanët ishin të nënçmuar, muslimanët ishin të persekutuar. Mirë po, në moment qysh në shekullin e 2 Hijri, arrin të ndodh lufta e Bedrit. Yaumul Furqan, lufta, dita ku është dallu e kota nga e vërteta. Kur thoni kështu, çka konkretisht të sjellë kjo luftë, kjo betejë më pas? Kjo betejë në një farë mënyrë këtu është që rrënjosit kaluarën, edhe kjo shënoi një faqe të re të historisë. Do thotë si arriti i dërguari sallallahu alaihi wasallam të ndërtoj një civilizim për një kohë rekord. Sepse ne dim, për shembull, perandoria bizantine është ndërtu dhe është ngrit për 1000 vite. Në anën tjetër, perandoria persiane, që ka ekzistuar në atë kohë, është zhvilluar dhe është ngrit për 2000 vite. Ndërsa shohim të musliman, kemi 13 vite në Mekës, ndërsa për 2 vite në Medinë arrin muslimanët që të triumfojnë në Bedër. Pastaj në vitin e 3 Hijri kemi luftën e Uhudit. Në vitin e 5 kemi luftën e Hendekut, ku ndodh aleanca më e madhe e pabesimtarve. Vin diku rreth 10.000 pabesimtar për të çrrënjosur muslimanët. Mirë po çfarë ndodh? Ndodh që i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam me 600 vet fitoi luftën. Dhe çfarë thotë i dërguari? Thotë, pas kësaj lufte nuk kanë mundësi më të na luftojnë Kurajshit, mirë po ne do të jemi ata të cilët do t'i luftojmë ata. Pastaj pason lufta e Khajberit. Vitin e 8 është çlirimi i Mekës. Ky konsiderohet suksesi më i madh, qendra e botës, qendra e Islamit, kibla e muslimanëve, Çabja njëherë e përgjithmonë pastrohet nga shirku, nga politeizmi dhe bëhet vend islam edhe orientim i gjithë muslimanëve. Në vitin e 9 kemi luftën e Tebukut, edhe pse nuk ndodh luftë, mirë po për herë të parë muslimanët për një kohë të shkurtër dëshirojnë të ballafaqohen me perandorin bizantine, edhe perandori bizantin Herakliu largohet dhe nuk don të ballafaqohet me musliman. Në vitin e 11 vdes i dërguari Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe vije Ebu Bekri. Në vitin e 11, siç tham, kemi një krizë në shtetin islam për arsye se gjitha vendbanimet, gjitha qytetet edhe shumica e fisave renegojnë, e lënë islamin. Përveç Mekës, Medinës edhe Taifit. Atëherë, Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, vendos dërgon 12.000 ushtar, dikon 11 ushtri për t'i rikthyer ata në islam. Mirë po, këta 10.000, këta 12.000 ushtar musliman nuk ishin asgjë në krahasim me sa kishte Musejlemetul Kedhabi, për shembull, që numëronte në ushtrinë e tij 100.000 luftëtar. Do thotë ku janë fise tjera? Për më pak se 1 vjet Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu vendos stabilitet në shtet, edhe qysh në vitin 12 muslimanët sulmojnë perandorin persiane, siç thash, kishte një civilizim 2000 vjeçar, dhe në vitin 15 bie kjo perandori me një civilizim aq të lartë. Pra, kishte ngritje 2000 vjet, ndërsa rënja e saj kishte të bëjë me sa vetëm me 3 vite, prej vitit 12 Hijri në 15. E njëjta gjë ndodh edhe me perandorinë bizantine, ku fillojnë sulmet e para në vitin 12 Hijri, zakonisht në pjesën për arsye se Bizanti në atë kohë kishte në patronatin e tij Sirin, Jordanin, Palestinën, Aleksandrin, e gjitha këto vende. Në vitin 15 çlirohet edhe Aleksandria me sa? Me vetëm 8.000 ushtar, në krye me Amr ibn Asin, ndërsa egjiptasët në atë kohë zotronin 1 milion ushtar. Do thotë kishin gjendje të luftonin për Egjiptin 1 milion vet, ndërsa muslimanët arrin që të korrin sukses edhe të bie ajo perandori e cila kishte një civilizim 1200-300 vjet, që të bie për 2 apo 3 vite. Ngritja e muslimanëve pastaj vazhdon 800 vite. Siç tham, të tjerë, të civilizime tjera ju është dashur 1000 vjet për të ngritur, ndërsa për tëra për 2 apo 3 vite. Në anën tjetër kemi ngritjen e muslimanëve për një kohë rekord.
Mirë po, sa është ulja e civilizimit islam, 800 vjet është ngritje, ndërsa 600 vite është ulje. Pastaj pasojnë kolonializmi, komunizmi, materializmi kështu me radhë, për periudhat e tjera, mirë po nuk ka pas mundësi që ta zhdukin islamin. Do thotë, në fund tani, kemi një rizgjim të islamit. Si ka mundësi të ndodhë ky rizgjim i islamit, edhe përkundër asaj se çfarë kanë përjetu muslimanët gjatë historisë. Muslimanët i kanë burimet e tyre të forcës. I kanë referencat e tyre. Referenca e tyre e parë, burimi i tyre i parë i forcës është Kur'ani. Është libri i Allahut që çdo gjë në të është e qartë. Walau kana min indi ghayri Allah wala wajadu fi ikhtilafan kathira. Po mos ishte nga Allahu, do të kishin me gjetë në të kundërshtit të shumta. Mirpo është nga Allahu i Madhërisëm. Në anën tjetër, Allahu i Madhërisëm ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si praktik, për arsye se këto janë teori. Kur'ani teori, hadithe teori, mirë po kemi dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam i cili është shembull dhe i praktikon të gjitha ato në jetën e tij të përditshme, edhe Kur'anin edhe Sunetin, që muslimanët e kanë qartë. Jo vetëm kaq, plus muslimanët kanë referencë edhe gjeneratën e parë të sahabëve, të cilët e jetësuan islamin. Do thotë kemi një teori të praktikuar nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, për arsye se kur është pyet Aisha radhiyallahu ta'ala anha si ka qenë morali të dërguarit të Allahut, ai çfarë thot? Thot kana khuluqul Kur'an. Shihni Kur'anin, i tillë ka qenë morali i tij. Në anën tjetër, thash, për njerëzve të thjesht arrin që të jetësojnë mësimet e Kur'anit edhe mësimet e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që kemi sot e kësaj dite jo në mënyrë të kontrolluar, jo në mënyrë të centralizuar, mirë po secili duke e një nevojën e tij shpirtërore për të qenë një musliman i mirë, një musliman i denj, ka fillu që të bëhet një musliman praktikues. Ndoshta vetveti ju. Sot është ditë e premtë, edhe në Prishtinë, në çdo qytet të Kosovës, nuk ke vend për me fal namazin e xumas. Do thotë, nuk ka ndonjë ftesë të madhe për këta njerëz, mirë po secili prej tyre e ndjen nevojën që ta adhuron Allahun e Madhërisht. Hoxhë nderuar, patëm nderin që nga ju të njihemi më përsëafërmi, do të thoja, me civilizimin e islamit dhe çfarë në të vërtetë ishin ato reforma që i sjellli. Megjithatë shumë prej njerëzve është fakt i kanë edhe disa keq kuptime për islamin. Fjala bie te kjo që disa e mendojnë faktikisht që islami është degradim për shoqërinë, sikur i izolon njerëzit e shumë gjëra të tjera. Një përgjigje në lidhje me këtë e ka dhënë profesor doktor Fadil Maloku, duke folur për atë se si e sheh islamin në përgjithësi dhe se cilat janë përvojat e tij me njerëzit publik, pasi duke qenë njeri publik padyshim që je edhe në kontakt me njerëz të tillë. Saktësisht na ka folur për atë se është degradim islami apo jo dhe si njerëzit me të cilët ai është në kontakt e shohin islamin tek ai. E ndjekim bashkë. Unë vetëm tash po i them me sinqeritetin, më ka ndodhur që të jem në aeroplan. Edhe me ilustru me rastin e Mekës kur kem shku me vizitu. Kam të menu që është koha namazit dhe kam fillu dhe më thonë të përgatitem në aeroplan, ka qenë një situatë paka shumë komike, e shumë me disa kolegë që o thonim. Po që pa dushim duhet të po, edhe në momentin kur unë ju them që është mirë tash që është koha që ta kryjmë njërin prej namazeve, atëherë disa thonë po ne nuk dim, nuk kem orientim ka duhet apo si duhet tash. Unë ja citova një ajet të Kuranit që thotë se gjitha onte gjitha meridianet janë të Allahut, edhe e lindja edhe perëndime, s'ka më rëndësi fort ku falet, megjithëse dihet gjendja qysh, por më ka ndodhur që në t'jem natyrisht në një ambient fetar, po flas për rrugën që kam bërë për Mekë, por në ambiente tjera kur kam urtuar jashtë, ajo ka qenë, domethënë nuk e kam praktikuar, por kur kam shku, natyrisht edhe kjo është një lloj
lehtësimi që e bën Allahi se kur je larg, domethënë përgjithmonë ato namazet edhe është ma lehtë, por praktikimi është gjithsesi evident, edhe në rrugtimet e mia. Ku do të qoftë, kur do të qoftë, kjo është një pjesë e jetës edhe unë mendoj që nuk e pengon, edhe është mirë që edhe të rritë, sidomos gjeneratat e reja, nëse dëshirojnë të kapen edhe të kenë vullnet, edhe të kenë një mobilizim shumë më të fuqizuar, unë mendoj që praktikimi gjithsesi do të arrijë edhe perspektivën e tyre, po për shkak se kanë me vërejt që dora e Allahut do të jetë prezent gjithmonë afër tyre. Në fillim dorën në zemër kur ka marrë është fakt ka shumë paragjykime ndaj edhe ju pyes. Në fillim kur ka marrë këtu se është një ambient akoma me ato paragjykimet kisha më thonë të skaluarës, dhe njerëzit janë befasu se si është e mundun që një kolegë i tyre që ka pretendime akademike shkencore. Ka qenë për ta diçka mos më thonë e pabesueshme, po për mua kjo është praktike dhe unë jam pjesë e kësaj dhe unë lutj Allahin për çdo ditë që të vazhdoj deri në frymën e fundit. Për shkak se kjo është tash një jo vetëm satisfaksion moral, po është edhe satisfaksion edhe obligim fetar, që në fakt njerëzit që praktikojnë jam shumë i bindur që do të kenë sukses në jetë. Kolegët në fillim kanë pas rezerva, mirë po ata tash e dinë që është pjesë përvërse e jetës time dhe domethënë tash flasin me një respekt tjetër dhe mu më gëzon fakti që paktën bile e kanë respektin më të madh se sa që e kanë pasur përpara. Dhe unë mendoj që edhe kjo është një ndër misionet e Islamit, që të rritet respekti i individit, për shkak se fokus i krejt filozofisë edhe krejt besimit edhe krejt kuptimit të programit të Islam është njeriu, edhe kjo është, më vjen mirë që kolegët, domethënë, dinë me respekt. Më gjan që edhe gazetarët e ndryshëm kanë bërë pyetje ndryshme dhe unë pa rezerva u kam thënë se kjo është pjesë e jetës edhe është pjesë që unë e praktikoj, edhe kam bërë një krahasim që sikur shoqëria të kishte njerëz më shumë në rrugën e Allahut xhaleshanuhu, unë jam shumë i bindur që kishte me pasur më pak krim të organizuar, korrupsion, edhe fenomene dhe sjellje të tjera deviante të cilat e pengojnë organizimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Unë sinqerisht vrej këtu ku punoj, unë njëri që punoj me njerëz, edhe unë asnjëherë në punën time profesionale që e bëj nuk flas për këtë pjesën personale që e kam, për shkak se është një institucion me respekt, mirë, po jashtë institucionet unë vrej edhe shoh që gjeneratat e reja janë injektuar, me thonë kështu kushtimisht, me këto trendet e reja islame, dhe mu më vjen mirë që kapen pas burimit e jo pas paragjykimeve që i kanë tjertë mbi islame, për shkak se mos ta përsëris edhe një herë, jeta edhe praktikimi i besimit edhe islam, po t'ju them drejtën, edhe praktikimi i gjitha besimeve tjera monoteiste që e besojnë Zotin, padyshim që nëse janë sinqert, unë jam shumë i bindur që ata njerëz, ato personalitete nuk mund të jenë të dëmshme, por përkundrazi do të duhej të paktën, këtë na mëson edhe historia, të jenë si një model i sjelljes, i personifikimit, edhe pjesë e ndërgjegjes së një vendi, një shteti, një populli, po edhe gjenerata të reja që vinë. Kështu që po e them me kompetencë edhe me përgjegjësi të plotë që gjeneratat e reja sa më shumë që të jenë të futura në besim islam, të jenë rrugë islame, në programin islam, po flas për pjesën e komunitetit islam, unë jam shumë i bindur që do të jenë shumë më dobishëm për këtë shoqëri, edhe shoqëria kosovare, po edhe shoqëria shqiptare në përgjithësi do të mund të përparante në bazë të këtyre parimeve, të cilat janë parime universale, nuk janë vetëm për një popull, nuk janë vetëm për një kom, nuk janë vetëm për një racë, por janë për gjithë njerëzit, edhe
padyshim që këtë duhet cituar dhe atë ajetin kuranor ku thuhet se Zoti njerëzit i ka kryer prej një femne një mashkull dhe me qëllim i ka dhënë popujin fise dhe kështu me radhë, por para tij janë vetëm ata që janë më të devotshëm. Domethënë, kjo është ai parimi universal, ai kozmopolizmi fetar islam, edhe unë uroj që njerëzit të ri tanë që shtektojnë në këtë rrugtim, për padyshim që do të jenë shumë të kënaqur edhe me vetveten, po edhe të tjerët me ta. Hoxhë nderuar, patëm nderin që njëkohësisht e dëgjojmë bashkë edhe se çfarë tha profesor doktor Fadil Maloku. Tani arritëm ne në fund të këtij emisioni duke e përmbyllur komplet ciklin, do të thoya kushtuar suksesit në përgjithësi. Cili do të ishte mesazhi juaj për të shënuar këtë përmbyllje të këtij emisioni, ose mbase kam ngelur, do të thoya diçka, kam mbetur diçka që ju nuk e keni thënë që do të keni dëshirë ta thoni? Jo, vetëm desha ta përmend shembullin e suksesit të një shqiptari, siç është rasti me Sheikh Albanin, Allahu e mëshiroft, i cili ka qenë një person i suksesshëm, ka pasur profesionin e tij të orëndreqësit, i cili ka pas dëshirë që të haj nga fitimet e tij, do thotë jo të varet prej dikujt tjetër. Dhe ai fillon kërkimin e tij të diturisë. Në kohën kur ai filloi të kërkoj dije, nuk i kishte kushtet e mira materiale. Kështu që u detyrua që të shkoj në bibliotekë dhe aty të qëndroj orë të gjata për të marrë dije. Saqë i pëlqeu një libër jashtëzakonisht shumë, nuk kishte mundësi që ta blej dhe ai me dorën e tij e shkruajti atë, do thotë nuk kemi të bëjmë me 100 faqe, me 50 faqe, me 200 faqe, mirë po i shkroj 2012 faqe me dorën e tij. Ai njëherë, duke kërkuar në për libra, hipi mbi shkallë dhe qëndroi aty me orë të tëra duke lexuar. Do thotë nuk i pengoi lodhja kështu me radhë nga dëshira për të lexuar dhe nga dëshira për të nxënë dije. Jo vetëm kaq, edhe njihet shembulli i tij se kërkonte ndërshkrime dhe e pa një ditë një flet. Nuk dinte se e cilit libër është kjo faqe, kjo flet, atëherë u detyrua që t'i lexoj 500 vëllime, 500 libra, vetëm që të gjej se cilit libër i është shkput kjo flet. Do thotë, ai është shembull i suksesit për ne shqiptarët që ka arritur në një botë të largët, në një vend të largët siç është Shami, që të jetë njëri i suksesshëm edhe ta njeh bota për punën edhe për veprimtarinë e tij. Për fund, nuk kam mesazh tjetër përveç atë çfarë ka pasur udhëheci drejti muslimanëve Omeri radiallahu ta'ala anhu, që ka thonë për arabët, për popullin e tij, ndërsa unë them për popullin tonë, për popullin shqiptar. Ai thotë: "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Ne jemi popull që Allahu i Madhreshëm na ka ngritur me Islam. Fa mahma nabtaghi al-'izzata bighayrihi, do thotë në qoftë se dëshirojmë krenari, në qoftë se dëshirojmë progres, avancim me diç tjetër përveç se me Islam, në dhillu au në dhell, devijojmë apo humbën. Pra, ky është mesazhi im se rruga jonë e vetme e avancimit, edhe suksesit, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër është vetëm duke respektu dhe duke u bind urdhrave të Allahut të Madhreshëm. Atëherë unë duke ju falenderuar njëkohësisht edhe duke ju dëshiruar suksese, ju falenderoj sepse këtu do të ndahemi. Allahu ju shpërbleft dhe ishte nder që ju kisha në studio. Allahu shpërbleft edhe juve. Të nderuar televizionistë, në emrin tuaj më lejoni që të falenderoj edhe për gatishmërinë e profesor doktor Fadil Malokut. Dua t'ju falenderoj gjithashtu edhe juve për vëmendjen. Bashkë do takohemi me një cikël tjetër të emisioneve apo me ndonjë temë tjetër. Deri në takimin ton të radhës, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju. Assalamu alaikum.